Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka pozicionin politik të qartë. Ne kërkojmë dialog, kompromis ndërpartijak për të gjetur një figurë për president ose presidente i cili ose e cila respekton kushtin kryesor që është në Kushtetutën e Republikës së Kosovës që përfaqëson unitetin qytetar të Republikës së Kosovës. Deri më sot nuk kem dëgjuar nga partitë politike që kanë bërë propozime. Unë besoj me që jemi në fund edhe të afatit, shumë shpejt partitë do të mbledhen dhe do të shqyrtojnë të gjitha propozime që vijnë nga ta. Deri në këtë fazë që po flasim, nuk ka asnjë takim, si më thonë, serioz për të diskutuar për emrin e presidentit. Unë besoj që kjo do të ndodhë në ditët në vazhdim dhe pozicioni i Partisë Demokratike të Kosovës është i qartë, ajo duhet ndodhë përmes një dialog ndërpartijak, sepse edhe figura e presidentit duhet të jetë mbipartijak dhe duhet të respektojë konsensusin e kësaj shoqërie. Kryetari zoti Bedri Hamza tashmë ka bërë të qartë që nëse ka një ftesë të tillë, padyshim që ai do të merr pjesë për të diskutuar jo vetëm me VV-n, por edhe me parti tjera për të gjetur një figurë e cila e unifikon popullin e Kosovës dhe e cila i respekton edhe këto kritere dhe këto vlera për cilat edhe në të cilat beson PDK.